Ajo që do doja të ndale këtë javë është vizita e njeriu i cili quhet mediokër, edhe pse është djali i presidentit Junior, Donald Trump Junior, i cili shkon në Beograd dhe i bën një dhuratë të madhe Vučić, i cili është ish ministër i një kriminali, por nuk duhet të harrojmë që Donald Junior si nënën dhe njerëkën i ka slave, pra ka një afinitet, dashuri ndaj tyre. Siç do të ma thoshte ambasadori Bolton që ai shkon për biznes, është thjesht transakcione, ai Kushner, por dhe presidenti. Nuk është një vizitë shtetërore, por është një njeri që ka shumë fuqi, shumë pushtet tek Trump, gjysmë e kabinetit thuhet se është emëruar nga ai. Ose të paktën asnjë nuk është emëruar pa pasur një skanim nga Donald Junior. Kaq shumë i beson. Fakti që J.D. Vance është shoku i tij e ka atë vend pikërisht prej tij. Dhe në qoftë se të sulmon Donald Junior të republikanët, je i vdekur. Tani kjo vizitë, ky pit stop në Beograd, natyrisht është një lloj oksigjeni për Vučić që është në një vështirësi të madhe. Mua më lejnë shije të keqe se Trump nuk i do të doptit. Dhe për momentin çastin Vučić është i dobët. Por përsëri ndihem keq kur mendoj që 2 ditë mbas fitores Trump, Vučić ka pasur bisedë telefonike me presidentin Trump. A e mori Trump, a e mori ai, nuk ka rëndësi. Është një favor që është bërë nga, për mendimin tim, nga Kushner dhe nga Dick Grenell, të cilët kanë investuar në Beograd. Siç do të ma thoshte ambasadori Bolton, që nëse në Kosovë i afrojnë një kazino, diçka ai shkon. Pra, duhet ditur sjellja ndaj tyre. Nuk mendoj se do të na dëmtojnë. Ambasadori Bolton do ma thoshte që është një mundësi e madhe largimi nga NATO, de jure ose de facto, në momentin që thot dua 5% të GDP-s asnjë se arrin, çfarë ndodh? Hyn Groenland. Groenland është pjesë e Danimarkës, Danimarka është pjesë e NATO-s. Bie NATO. Në qoftë se ti vendi themeluesi i saj shkon ushtarakisht, a do të shkojë çdo gjë në jet. Ai e do Groenlandën. E shikon si pozicion në interes, jo vetëm kombëtar, por edhe strategjik ndërkombëtar. Ka drejt, duhet larguar Rusia dhe Kina atje. Groenlanda është më afër nesh se sa afër Danimarkës. Ballkani duhet qëndrojë në ndikimin amerikan. Presidentët shkojnë dhe vinë. Ai që ka pas qëndrimin brillant për Ballkanin, për Kosovën, por dhe për Shqipërinë është Xhezi Helms. Kam patur fatin të takoj. Politika Xhezi Helms është politika pro-shqiptare. Ka një letër që më ka dhënë ambasadori Baleta, kur Helms ja drejton presidentit Kennedy, president Reagan, dhe i kërkon që Shqipëria duhet bashkohet me Kosovën. Por jo me një Shqipëri komuniste, thotë ai. A jemi ne tani drejtojnë ish komunistët, por nuk është më teknikisht. Dhe është një letër e gjatë, ku Helmsi e bind Reaganin që duhet të ndalojmë ariun polar rus të vinë ujrat e ngrohtën Adriatik. Donald Junior këtë nuk e di, s'ka se si. Kanë frikë edhe Trump, jo. Po edhe pse Trumpi është sundues, baza e republikanëve janë ata që duan neokonservatorizmin e Bushit e McCainit, heshtin për çastin sepse kanë frikë Trump. Por kjo bazë do të ruajë Kosovën, sepse Kosova, duam është fëmijë e krijuar nga amerikanët. Ndaj, Kurti duhet të dalë mbi veten. Nuk duhet të kërkojë armiq këtu në Washington. E mbështes fitoren e tij, ka fituar mbështetjen e popullit të vet, por zgjidhen jo në Europë, jo te Franca. As te Gjermania nuk e kanë atë fuqi. Kur me Amerikën ne ekzistojmë prej tyre dhe çdo gjë duhet zgjidhur me ta. Më vjen mirë që ka pasur një marrëveshje të fundit të qeverisë Kosovës me Pentagonin për armatime, pra duket interesi amerikan. Nuk edhe pse ka fjalë që amerikanët do të largohen nga baza, nuk besoj. Nuk është aq e thjeshtë. Senati e ka forcën e tij. Në këtë përplasje të madhe, në këtë synim për të ndryshuar rendin botror, Kosovës, Ballkanit, të ne, në takon të jemi në këtë sferë ndikimi. Sepse ndryshe, do të shkosh me Rusinë apo me Kinën.
në qoftë se do t'i hapësh dyert Francës, je i humbur. Gjermania nuk është ajo Gjermani që nuk është Gjermania Bismarckut, nuk është e Gjermania Helmut Kohlit, ka probleme, por gjermanët na kanë dashur. Fakt. 3 janë vendet strategjike, Turqia në Ballkan, Gjermania, se Austria s'ekziston siç ka qenë Austro-Hungaria, në Europë dhe Amerika në botë. Kaq është strategjia, qofshin të majt, qofshin